Territori shqiptar për datën 15 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm dhe i nxehtë me dominim të kthjellimeve në pjesën më të madhe të territorit. Her pas here do të ketë kalime të pakta vranësirash në zonat malore lindore, por pareshje domethënëse. Paraditja do të jetë me diell pothuajse në të gjithë vendin, ndërsa gjatë pasdites do të ketë vetëm vranësira të lehta kalimtare në relievet malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 34 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Diti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 20 deri në 33 gradë Celsius. Kukës, 16 deri në 30 gradë. Peshkopi, 15 deri në 29 gradë Celsius. Tiranë, 20 deri në 32 gradë. Durrës, 21 deri në 31 gradë Celsius. Kavaj, 20 deri në 31 gradë. Elbasan, 19 deri në 33 gradë Celsius. Berat, 20 deri në 34 gradë Celsius. Korç, 15 deri në 28 gradë Celsius. Vlorë, 21 deri në 31 gradë. Gjirokastër, 16 deri në 30 gradë. Sarandë, 21 deri në 31 gradë Celsius.